Në vitin 1998 dhe 1999, shqiptarët e Kosovës përjetuan një nga kapitujt më të dhimbshëm të historisë së tyre. Në dhunën dhe gjenocidin e regjimit të Slobodan Miloševićit, nga Kosova u larguan mbi 1 milion shqiptarë, nga qytetet dhe nga fshatrat e saj, për në vendet e panjohura, drejt kampeve të stërmbushura, drejt vuajtjes. Nga kjo lokomotiv, nga këto vagona, nëpërmjet këtyre binarëve, për në Maqedoninë e atëhershme kaluan qindra dhe mijëra gra, fëmijë, pleq, të friksuar për të grumbulluar në kampet famkeqe të Bllacës, në tokën e Maqedonisë së atëhershme. Kjo është historia jonë, kjo është dhimbja dhe krenaria jonë, kjo është zëtimi, kur me një vllaz për shkak.